Kida këtë javë ka publikuar disa foto nga studio muzikore duke treguar se po vazhdon të punojë në albumin e saj të parë. Aty ku ndodhet magjia, ishte mbishkrimi i postimit. Kida e njohur për përkushtimin dhe fokusin e saj të muzika ka ruajtur një profil të ulët kur bëhet fjalë për jetën e saj private. Ajo ka qenë gjithmonë shumë e rezervuar në lidhje me lidhjet dhe çështjet personale, duke i mbajtur ato larg vëmendjes së publikut. Vitin e kaluar ajo u fejua, por identiteti të fejuarit të Kidës mbetet ende një mister. Sipas burimeve, ai nuk është një figurë publike, gjë që ka shtuar edhe më shumë kuriozitet. Ajo që dihet drejt tani është se ai jeton në Dubai dhe është nga Presheva.